Në Prishtinë, përfaqësues të Kosovës dhe disa vendeve të rajonit po debatojnë mbi kuadrin ligjor për konfiskimin e pasurive të vëna në mënyrë të paligjshme, si pjesë e luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Debati vjen në një periudhë diskutimesh dhe mospajtimesh rreth kuadrit ligjor të Kosovës, lidhur me trajtimin e çështjes së pasurive të vëna në rrugë të tilla. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Ambasadori amerikanë në Kosovë, Tracy Jacobson, tha sot se vendosja e sundimit të ligjit është çështje thelbësore jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet fëmijë të saj. Ajo i bëri këto komente në fillim të takimit rajonal lidhur me mbledhjen e dëshmive dhe konfiskimin e pasurive të vëna në mënyrë të paligjshme, në cilin po marrin pjesë përfaqësues të Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Kosovës. Ambasadori Jacobson bëri thirrje për shtim të bashkëpunimit në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Of course, criminals do not respect the law, nor do they respect national boundaries. Sigurisht që kriminalët nuk respektojnë ligjin dhe as kufit shtetëror. Grupet e organizuara kriminale shpesh shtrihen përtej kufive dhe fshehin pasurinë e tyre në vende të ndryshme. Edhe korrupsioni shumë lehtë mund të shtrihet jashtë kufit, tha ambasadori amerikane. Edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Aridin Kuqi vuri theksin në nevojën e tejkalimit të dallimeve ndërmjet vendeve fqinje në funksion të luftës kundër krimit. Lufta e krimit organizuar nuk mund të bëhet vetëm. Prandaj bashkëpunimi rajonal nuk është vetëm i dobishëm, por i domosdoshëm dhe besoj fuqishëm që vendet e rajonit, po ashtu të Ballkanit në tërësi, do të arrijnë një shkallë të lartë të vetëdijsimit dhe të civilizimit që të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, të lënë anër dallimit të tyre politike dhe të bashkëpunojnë sa më shumë që është e mundur të arrijnë që kriminalët të përballen me drejtësinë. Zoti Kuqi tha se Kosova po plotson kuadrin e saj ligjor për forcimin e luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, duke numëruar në këtë kuadër edhe projektligjin për përgjegjësitë e zgjeruara për konfiskimin e pasurive të fituara me anë të veprave penale, që tashmë është dërguar në Parlamentin e Kosovës për miratim. Po sot një forum i organizatave jo qeveritare kundërshtoi këtë projekt ligj duke kërkuar në radhë të parë ndryshimin e emërtimit të tij. Forumi kërkon që projekt ligji duhet të përcaktojë konfiskimin e pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme e jo vetëm ato me vepra penale. Por zoti Kuqi thotë se projekt ligji në fakt arrin disa qëllime. Në një, lejohet që gjykata të urdhërojë konfiskimin e dobisë pasurore nga vepra penale të fituar para dënimit të tij për vepra penale. E gjithë kjo procedurë është tani e paraparë në kodrin e procedurës penale. Në raste kur i pandehur është i dënuar për veprën penale, do të lejohet që gjykata të urdhërojë konfiskimin e pasurisë së fituar në aktivitetet e ngjashme me ato për të cilat është dënuar. Dhe në 3, në raste kur personi është dënuar dhe nuk ka pronë, e cila është jo proporcionale dhe ka pronë që është jo proporcionale me të ardhurat e tij legjitime, gjykata mund të urdhërojë konfiskimin e këtyre pasurive nëse ajo bindet se kjo pasuri është fituar në aktivitet kriminal. Zoti Kuqi bëri thirrje parlamentit të miratojë projektligjin për të mundësuar, siç tha, që në janar i vitit që po vjen, ta gjejë Kosovën me kuadër të fuqishëm ligjor për luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ndërka që organizatat jo qeveritare kërkuan parlamentit të kthejë prapa projektligjin e qeveri, duke shprehur bindjen se, siç thuhet, ai në vend që të dënoj mund të amnistojë të gjithë ata persona që pas luftës kanë krijuar pasuri milionshë në rrugë të paligjshme. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.